أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد të gjitha falëndërimët I përkasin dhe I takojnë vetëm Zotit tonë Allahu Tebareke ve Teala. Përshëndetjet, lëvdatat, mirësitja të të buarat të gjitha tek më I miri njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra, e të gjithë muslimanët dhe besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli me lejen e Zotit Xhelle Xhelaluhu, do të vazhdojmë rrugtimin në jetëshkrimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa asnjë lloj parahyrje do të vazhdojmë ngjitjen dhe kronologjinë e historisë së Muhammedit alaihi salatu wassalam. Para se të vazhdojmë në rrëfimet tona, duhet ta vendosim një rregull që të kuptohen tani disa prej lëvizjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kontekstin e duhur. Dhe ajo është se shpeshherë tek njerëzit ka mundësi të ngritën dilema, të ngritën lëkundje në zemrat e tyre, apo edhe të flitet me gjuhë dhe të nxjerret në pah, se si ka mundësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të lëshon kësaj ekspeditash vëzhguese për t'i dalë në prit karavaneve dhe ushqimeve dhe madrave të arabëve. Dhe se si ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kuptohet lufta e tij krahas ajetit të Zotit Xhelle Xhelaluhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe nuk të kemi dërguar tjetër përveç se mëshirë për botrat. Andaj shpeshherë njerëzit, sidomos nga ignoranca, nga padia, po flasim për ata të cilët nuk kanë ndoshta qëllime të këqija, po sidomos dhe duke u ndikuar nga propaganda e ligë dhe e pandershme atyre të cilët e armiqsojnë Zotin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithmonë ngritin dilema mbi këto veprime. Pra ja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po lëshon ekspedit, po I del njerëzve në rrugë, po ja u ndërpret karavanin, po bëhet shkaktar I përleshjeve dhe luftrave të cilat u zhvilluan një pas një në Medinë, dhe këtë kjo pastaj rezulton me një ligësi në zemrat e njerëzve. Andaj, këtë kjo si largohet dhe si kuptohet? Kanë thënë dietarët, për t'i kuptuar këtë gjëra, duhet t'i bashkojmë këtë rrëfimet njëri me tjetrin. Një detaj të cilin kemi mundësi ta tërheqim nga ngjarja na jep fotografin e gabuar, një pjesë të ligjëratës të asaj që ka ndodhur në rrëfimet e tij dhe në historitë e tij, nëse nxirret nga realiteti, atar nuk e jep pamjen e duhur. Andaj besimtari çfarë duhet bën? Duhet ta studion mirë çështjen, duhet t'i merr parasysh para dhe pas, nga se fjalia e ka kuptimin e vet nëse I bashkangjitet fillimi dhe fundi, dhe kësa I thojnë në gramatik kontekst. Pra, qysh e tha, kur e tha, për kanë e tha, dhe qka deshti me thanë. Andaj Zotë Jon Xhelle Xhelaluhu në ka tërheq në Kur'an vërejtjen nga shkëputja e historisë. Tha Allahu Tebareke ve Teala, e fe tu'minune bi ba'dil kitabi wa takfurune bi ba'din, tha a ka mundësi ta ndani një pjesë librës për ta besu, e një pjesë ta ndani dhe ta mohoni? S'ka mundësi kështu. Andaj nëse na çdo ajet e marrmi nga konteksti I prishur, atëherë na del në pasqyrë të gabume. Andaj për t'i kuptuar këto, ekspeditat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, betejat e tij, përgatitjet dhe lëvizjet ushtarake të tij, stërvitja e shokëve të tij, luftat e një pas njëjve të tij, apo mbrojtja dhe hujumi,
Krejt këto duhet kuptohen në kontekstin e vet, që del pamja ashtu si duhet dhe të kihet parasysh se pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë po e zbatonte ata për të cilët kishte dërguar Allahu xhallahu ala, dhe nuk të kemi dërguar vetëm se rahmet dhe mëshirë për botrat. Andaj kjo ishte një lloj rregulli të cilën e kam përmend dietar, që mos lëviz në kokat tona diçka e gabuar, që mos lëviz diçka në kokat tona e gabuar. Andaj kjo është si një lloj përkufizimi i ngjarjeve të gjitha, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk duhet të përfiturohet si një lloj lëvizësi dhe vepruesi i pahishëm në këtë lëvizje ushtarake. Të nderuar xhamatli, lufta e Bedrit përfunduam në ligjëratën e kaluar, dhe natyrisht ka detale të cilat nuk e kemi përmend. Normal se nuk kemi tash mundësi këtu ta paraqesim atë betejën detaj për detaj, ky më shoj këti, ky e goditi këta. Kjo është e pamundur, pra duhet ligjërata të shumta. Por se neve po i përmbledhim të përgjithshmët dhe më e rëndësishmja janë porositë dhe udhëzimet e ngjarjeve. Andaj do të mundohemi që t'i përmendim disa prej porosive dhe dobive të ligjëratës së fundit, e që pastaj të vazhdojmë edhe me rrëfimin e radhës ku pejgamberi sallallahu vazhdoi edhe me ekspedita tjera, edhe me luftën e radhës, e cila është lufta Uhudit, një prej luftave shumë të i cila ishte goditse për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga si ardhen afër Medinës në Uhud për ta godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka përfitojmë neve nga ngjarja e Bedrit? Shumë herë kemi dëgju këta. Apo që 1500 vjet çdo vjet përmendet lufta e Bedrit. S'ka luftë më e madhe e cila ka pas këtë hise me u përmend. Sa ka Ramazana çat s'ka përmendje të Bedrit. Por sa e kemi kuptuar në Bedrin, e kemi kuptuar rëndësinë e Bedrit në dimensione historike, ndoshta kemi lexuar dhe kemi dëgjuar, por ajo çka na shërben neve, çka më morr na piksajna, çka na duhet neve kjo, pse o xhallarët e përsërisin këtë luftë, pse e tregojnë këtë luftë, dhe pse thonë se kjo është lufta vendimtare e muslimanëve. Krejt këto neve duhet ti hulumtojmë, të kërkojmë dhe të gjakojmë pas porosive, nga se Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë fladitje, puhi, apo na ku të zhegavmi edhe kur të kemi siklet, hajtë po lexojmë diçka dhe po dëgjojmë diçka. Jo, këta mujna me vëmë një roman i cili nuk ka vlerë dhe nuk çon pej shumë, por se historia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo lëvizje e tij është ligj për neve, çdo fjalë e tij është ligj për neve. Nëse nuk trajtohet kështu, atëherë nuk e kemi kuptuar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do t'i përmend më shkurt dobit, ndërsa dobit e përmenda se janë të shënuara në libra të veçanta. Pra lufta e Bedrit, përveç se në kontekstin e historisë përmbledhet në librat e historisë, ajo është edhe e shkoçit në libra të veçanta. E gjen libra të veçanta, Ghazwatul Kubra, lufta e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mësimët. Na s'kena mundësi me përmend të gjitha, po do të mundohemi disa prej atyre të sa të shohim më të rëndësishme. E para prej tyre është se kjo luftë ndodhi pa dijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pa dijen e sahabeve. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu na mëson këtu një mësim të madh. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 13 deri 19. Këtu është si numër. Këta e kishin kusht që çka dolën, ai i cili vjen këtë luftë duhet ta ketë devën gati. Pra ata të cilët kanë nevojë mu përgatit, s'kan nevojë me ardh. Pra kjo ishte një lloj dalje jo e madhe. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i angazhoi njerëzit për luftë, por dul për një ekspedit për ta tërheqë një pjesë të mallit dhe një pjesë të pasurisë të plaçkitur nga ana arabëve. E kishin plaçkit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e kishin plaçkit shokët e vet, e kishin marrë mallat, e kishin cënu nderat, dhe çdoja kësaj i kishin thënë letër Abdullah ibn Ubay ibn Selulit dhe muslimanëve drejt për drejt, që neve do t'ju vim në shtëpitë e juve dhe t'ju japim mësime historike. Por se prapë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e kontrollonte me seriozitet dhe përkushtim krejt ngjarjen.
Andaj Allahu Gjellewala në mëson këtu diçka, se të fshehurat e të ardhmës i din vetëm ai. La ja'lemu l'gajbe illa Allah. Nuk e din gajbën përveç se Allahu te bareke ve teala. E çka nxirren nga kjo? Nga këtë këto çka e tham? Neve duhet të nënshtrohemi Zotit Gjelle Gjelaluhu. Duhet të bindemi Allahu te bareke ve teala se e ardhmja është e mshelur për neve. E nesërmja është e mbyllur për neve. Dhe kjo mbyllje nuk duhet me na shqetësu neve. Pro fakti që na nuk e dim nesër çka ndodh, nuk duhet me na shqetësu neve, duhet me jetu në rahat. Pse? Se ai çka e ka çelsin është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Është i urti, i dishmi. Pra çelsin e ka dikush ka është ma i dishëm se sa krejt krijuesi. Ti me pas çelsin a ma keq. Ti me pas çelsin është ma keq. Andaj ka thonë disa prej dietarëve, me na u pasdhan në letër data e xhelit, s'kish mi jetu as një ditë me komoditet. Me na u dhan data e xhelit, kur ki me ndru jeti, me ta shkrujt, mesazh prej Zotit Gjelle Gjelaluhu. Sën kishe jetu rahat. Allahu për të me të siguru rahati, s'ta ka kallëzu. Që ti t'jetojsh, apo në këtë gaflet dhe të përfitosh nga kjo botë, dhe të zhvillosh nga kjo botë, si kur ti ta dishe e xhelin. Ish problem me jetu rahat, por se harresa, se edhe mosdija dhe mosjuria, kur do të ndrojmë na jetë, çka na ban? Na e shtyn neve hapësirën për me bo plane, me punue, me u zhvillue. Pse? Nuk e dim kur kena me ndru jetë dhe kjo na jep një lloj komoditeti. Andaj, ajo çka na nuk e dim, s'do të me na shqetësue, sepse ai i cili e shpalos faqen tjetër është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Asa njeriu ka problem, e mundon e nesër ma. Qysh do t'jetë? Leje, të kalumja duhet jetë mësim, e tashme duhet jetë pun nga mësimet e kaluara të marra, dhe e ardhmja duhet i dorëzohet Allahu Gjelle Ala. Andaj, kur këta njerëz ja dorëzun Allahu te bareke ve teala, fitun. E do ta shohim se në luftën tjetër të përgatitur dhe të planifikume dhe të organizume ushtarakisht, nuk e patën fitoren e Bedrit. Apo në Uhud u organizun, u mobilizun ushtarakisht me kalor sa ma shumë, që do të dëdhim të lufta e Uhudit, dhe nuk e pat fatin e luftës Bedrit. Pra ajo çka Allahu Gjellole e përgadit për njerëzit me organizimin e ti është shumë ma e hajri dhe me e mirë se sa ti organizimin çka e ban. Apo andaj ti kuptojmë të mësime Zoti Gjelle Gjelalu. E dyta të ndëruar Gjëmatli është se djetarë kam përmenë këtu fjallën e Zoti Gjelle Gjelalu kër i ka thënë Allahu te bareke ve teala wa shawirhum fil amri, konsultohu me ta. Pejgamberi s.a.s. kur e pa se tërheqja drejt Medines duke e lan Ebu Gjelin me lëvizjet e ti do ta provokon krenarinë e muslimanëve, çka tha? I mbledhi Ebu Bekrin, Omerin dhe i mbledhi disa prej Paris të muslimanëve dhe tha e shiru aleje ejuhen nas, tha jepni mendimet e juve o ju njerëz. Foli Ebu Bekri, Omeri, Miqdadi, pastaj tha Saadi, ja Rasulallah, mos du të me fol na. Ketë kjo çka nën kupton? Tan dietar, barakatul mushawara, bereqeti i konsultimit. A nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shiko, unë jam pejgamber, unë e vendosi këtë punë. Na kena me dal luft, edhe u kriki muhabet. Dhe mos me pas ngu, rreziku ish me dal bifeja ata. Apo rreziku ish me dal bifeja, po sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti thonte ne do të çndrojmë këtu dhe do të luftojmë. Ha ju provone kush po do me dal pikti urdhri, rrezik me dal nga feja, por se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e bani këta. Ta eshiru aleje ejuhen nas, folni, jepni ju mendimet e juve, nga se dhe pik marrëveshje e kish me ensarët që mbrojtja është në Medine, jo në Mekë, tani jemi jashtë Medines 150 kilometra, nuk shkruan marrëveshje kjo. Asa njeriu i haron pikat e marrëveshjes, pikat e marrëveshjes me vëllezër, pikat e marrëveshjes me farevisin, pikat e marrëveshjes me bashkëshortën, apo edhe nëse na morr dash kështu, çish se na morr dash kështu shkruan, aktin i çajt nën kupton respektin e kësaj dhe drejtën e kësaj.
unë se kum dit, pa dia jote nuk të ban. Andaj pejgamberi sa tha, e shiru, folni. Andaj thanë dietarët se ai i cili dëshiron mos me dështu një jetë, çiko pejgamberi sa po na jep mësim. S'ka më inteligjencë se ai. S'ka më inteligjencë se ai. Vallahi ishte sos puna veç me thanë pejgamberi, unë po mendoj kështu edhe u kri muhabeti. Veç i thamë, unë kështu jam te paket punë. Kush kish dalë mi thanë jo? Ata ashtu nuk i thanë jo. Por se pejgamberi sa neve na thot, jo, prit, t'ja u apni mësim një historijës. Njerëz që ka vinë pas mua, konsultohuni, vetë, këshillohu. Andaj shumica e dështimeve janë se ka vetë kërkan, se ka konsultu kërkan. Nuk ka mundësi njeri i cili konsultohet me dështue, si cili konsultohet në punën e vetë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Çdo kujna i vjen e lehtë ajo punë për të cilën është kriju për çata. A dhe se ki problem me shkollën, shko vetë arsimtarin. Se ki problem fakultet, shko vetë profesorin. Se ki problem me kuptimin e vetë, shko vetë dietarët dhe hoxhën. Se ki problem me zeje dhe zejtarin, shko vetë ata çka e di. Dhe mos u mbaj me të madh. Mos u mbaj me të madh nga se ki me dështuar dhe kena me dështuar. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam mone me këtë fjalë. Folni o ju njerëz. Folni o ju njerëz. Madje më i madhi po e vet ma të voglin. Më i madhi po e vet ma të voglin. Apo dhe shpesh i mirë të mendimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur në mbulimin e bunareve. Apo ku ta shohim te Khandekit e lufta e aleatëve, pejgamberi alayhi salatu wassalam Salmani thotë ja Rasulullah, a shpallja strategji dhe strategji. Ata thot unë tregoj ç'ish bëhet strategjia. Fa fol, fa Khandek me marru. Khandek, ta se na kështu në Persi kemi luftu njerëzit. Arabët se din tha këtë punë, kanë me dështu. Ata rëpengën sa më urdoj më bëhe Khandeku. Andaj, edhe më i madh më kanë, edhe me pozit më kanë, vetë. Andaj shikosh sot, shtetet e mdoja, njerëz të cilat kanë barë, mas shumë të investojnë ku? Të këshilli. Të këshilli dhe i blejnë njerëzit sa të ketë nevoj me pare. Dhe asigurojnë kitë ta mjetët e mundshme të jetës dhe komoditetit ati. Për çka? Vetëm ai me dhanë ide. Kur gjo ma shumë? Me shku i vesht dhe vesht ide ka me dhanaj. Por sa kushton kjo? Musliman sa se kuptojnë këtë muhabet. Andaj pejgamberi sallam qysha darë na tha, e shiro, lipni mendime se Allahu xhelala jo çdo sende kishte vendosur me shpallje, nga sa ata kishin u pezullu trut. Sikur çdo lëvizje Allahu xhelala me shpallje ta bante. Sa do të ishte vo Kurani i madh? Çdo lëvizje, shkoni këtu, shkoni aty, kthenu këtu, hedhni përballa, kthenu pas, shkoni djathtas. I shbon libër se nuk kishim marrë as për mençes. I shkon një libër i ngarkum. Edhe kjo jo që është e paaft për Allahu xhelala, por Allahu xhelala ka vendosur motor, ka vendosur trum, përdore, angazhoje. Vrite, që i thojnë, shtryve në bazamentet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në jetët tona mos ta pezullojmë këshillën, mos ta pezullojmë i dhan dikujt, o vlla, çfarë po thu për çet mesele? Çish e shati? Ndoshta tu kam shel një anë ty jetë pamës. Ndoshta ti do një kanë nuk e shati. Edhe thu vallahi unë se pas na vao që këtë kanë. Sa njeri pastaj mas problemi thotë se kum pa. Ose ke pa, po ta kështë e vetë dika në kishë paj. Andaj duhet të këshillohemi. Gjithashtu prej asaj qka e përmendën djetarët në këtë zhvillim të luftës e Bedrit, është se njeriu duhet të ketë bindje në Zotin Gjelle Gjelaluhu. Andaj Allahu te bareke ve teala e ceki këta në Kur'an në surën Al-Anfal, ku tha Allahu te bareke ve teala وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Tha Allahu tebareke ve teala, dhe ju kur dulët në ekspedit e dëshironit mallin dhe pasurin e karavanit dhe nuk dëshët luft, وَتَوَدُّونَ dhe wad është një dashuri e fuqishme, pra ju nuk asë që ju shkon të menja për luft dhe se do një këtë punë. Dhe kjo është e natyrshme. Kjo është e natyrshme. Ata nuk dëshën mu përla dhe me u përlesh me Arabët. Qka donin? Me nalë karavanin, Ebu Sufjani i kish disa veta, mas shumë di kish 40 veta.
40 veta, 319 veta i shpartallojnë 40 veta pa luftë. Vetë i thojnë nalu, ai nalët, e merr mallin, shkon ai ka shtëpia, apo Allahu tha wa yuridu Allahu. Ani pse ju si keni dashur, Allahu e ka dashur. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tatamannu liqa al-adu. Ju kur mos e shpresoni takimin me armikun. Mirë po, kur dilni edhe t'ju detirohet, fathbutu, atar mos ikni. Alaj, kë ka qenë edhe sifati i sahabeve. Si kanë dash, nuk kanë dash me i përleshje. Se kanë pas ta. Kanë dash, andaj edhe pejgamberi i ikte provokimeve. Çka thotë Abdullah ibn Jahshi te ekspedita e fundit para Bedrit, kur i zon dy rob dhe e kishim vrarë një prej tyre. Tha si ku më thanë kështu. Kena mi këthi rob, si ku më thanë kështu. I ikte sa ma shumë. E pastaj kur Allahu gjelloha tha wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati. Por që Allahu e dinte se po mos me ndodh Bedri, na sot si shmi. S'kish pas kur gjo. Atëherë mo ishin dështu gjërat. Andaj, duhet t'i nënshtrohemi Allahu te bareke ve teala. Kur aj, mirë po aj kur t'i ndonë, se ndet. Kur rrethana ta përcaktojnë dhe ta detyrojnë një gjë, e jo njeriu me filozofu me trurin e tina dhe me imagjinu me përfytyrimet e tina. Andaj sahabët nuk dashtën. Allahu po i thotë, ju s'deshtët. Ama unë e deshta. E mirë, kur deshti Allahu, çka thanë ata? Atëre thanë, shkojmë deri në fund. Dhe shkojnë deri në fund, radhiyallahu anhum wa ardahum. Andaj kjo duhet të kuptohet në këtë kontekst. Gjithashtu për mësime që ju përmendëm dietarët e këta, fadlu sahabe, vlera e sahabeve, dhe veçanërisht atyre të cilët kanë qenë në Bedër. Dhe ka shumë hadithe të cilat e cekin vlerën e atyre që kanë prezantuar në Bedër. Para mendoni, ka dalë shumica prej tyre kumsor, dy kalors, vetëm dy kuaj, 70 deve dhe krejt tjerë në kam, dhe pa përgatit, pa armë lufte, dhe me citu Allahu si luftën më të madhe, ata njerëz ka qenë shumë me vlerë. Andaj pejgamberi se një hadith ka thënë, Allahu i ka shiku banorët të pranishmit e Bedrit dhe tha, if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Çka duni veproni tash, se u kum fal. Than dietarët kuptimin, çka të bani dhe të pendoheni vetëm se keni të falt. Apo dhe kjo është i prej vlerave të tyre njerëzve. Andaj neve çka duhet të marrim nga kjo? Ti respektojmë ata që na kanë pru deri këtu. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po edhe tabiinët pas tyre, po edhe tabiinët pas tyre, po edhe çdo kush i cili ka qenë prej brezave pas tyre që na e kanë sjellë deri këtu. Dhe kjo është problemi i disa njerëzve. Është një lloj shqetësimi i brendshëm, kush ka punu para neveve? Hajde ta këshilmi kush pas ka punue. Kjo është ignorim, kjo është mosmirnjohje, kjo përbuzje e gjitha veprimtarive që kanë ardhur deri këtu. Ata njeriu duhet të mos shumë i kujdesshëm, se s'ka ardhur mirësia veç te ti, po dikush ta ka sjell, ta ka ofruar, e ka hedh farën dikush, që ti sot të veprosh. Andaj ta dim ata që kanë ngalu se kanë vepruar, kanë punuar, mos flasim për sahabët. Ata s'arrihen, ata nuk arrihen, po të marrim mësim që ta dim atij i cili ka kaluar, se ai ka sakrifikuar për fenë Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu kam përmend dietarët se Allahu xhelle xhelaluhu e ceki këtë luftë me emra të cilat nuk ja dha asnjë lufte. Dhe këtu neve duhet ta kuptojmë një mësim. Allahu xhelaluhu i tha kësaj lufte Yawmal Furqani, dita e ndarjes, Furqan. Ditja e ndarjes. Dhe pse e quajti Furqan? Nga se Allahu te bareke ve teala po i mëson sahabët me in rregullu bot kuptimet. Në të kaluarën ishin rrok për sendet kota, apo tham ishin rrok për farefisni, për kabile, për lloj-lloj përleshjen tregje, për arsye të kota. Allahu te bareke ve teala po na mëson në këtë betejë diçka tjetër. Shiko, shumica atyre nuk ishin vrarë. Sa kishin dalë? 1000. Sa u vranë? 70. 1000 kanë dalë, 70 janë vrarë. Sa kanë mbet? Pjesa dërmuese kanë mbet.
Pjesa dërmuese kanë bërë. Dhe 70 ishin robru, të cilat u liruan shumica prej tyre. Mirë, prej 1000 vetëm 70 janë ra. Normal ato shifrat e asaj kohe janë konë 70 shumë, po edhe pjesa e mbetur shumë. Pra, nuk ishin vra, shumica nuk ishin vra. Por Allah prape qujti fitore. Pse vallë? Nga se kuptimi fitores nuk është zhdukja numrave, por arritja e qëllimeve. Andaj, duhet ta kuptojmë edhe këta si mësim. Allahu nuk tha, e tash i kini mbyt ketë, nuk citoj kërkun Kur'an kështu. E tash i kini shpartallu të gjithë. Jo, shumica kanë mbet gjallë. Ata përzditi kanë arë pastaj. Por se paria, ato kokat ishin zhduka. Dhe Allahu te bareke ve teala, wa qatilu a'immatal kufri. Dhe ju ekzekutoni parinë e kufrit. Andaj duhet ta kuptojmë se nuk është qëllimi i Islamit cila zhdukja e numrave. S'ka ardhur për këtë Islami. Ka ardhur për çka? Për vendosjen e rendit. Për vendosjen e rendit. Andaj u zhdukën disa kriminal, u zhdukën siç do ta shohim se një prej tyre rrugës kishte mbet gjallë, por se pejgamberi sa sem dha urdhër me ekzekutu. Andaj ta kuptojnë se nuk është qëllimi mbytja e cmutëve, mbytja e atyre që kanë vese, është për qëllim shërimi. Andaj megjithse nuk ishin mbyt shumica prej tyre, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju quajti kjo lufta e ngadhnimit. Ngadhnimi cili është? Ky është ngadhnimi. S'ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me zhduk njerëzit. Andaj që bëhet propaganda se me ja lan këtynve, la hawla wala quwwata illa billah. Andaj besimtari duhet të ketë imunitet karshi këtyre propagandave të liga. Gjithashtu të ndëruar xhamatli kam përmend dietar si faktor kyç dhe kryesor për arritjen e fitores cila ishte. Pejgamberi sa ishte vendosur në tend me një shator. Dhe sahabët i thanë ja Rasulullah, ti shko te shatori. Ti shko te tenda, rri atje dhe kontrollo prej atje. Tha unë du me dalë në front. Tha një ja Rasulullah, se nëse zhdukmi ti shkon në Medinë e vazhdon daveti, e vazhdon misionin e Zotit xhallahu ala, ndërsa na jemi më pak të rëndësishëm se ti. Dhe pejgamberi sa në shator çka bante? Na e kallzon Abu Bekri. Tha veç u lutte. Veç e lutte Allahun te bareke ve teala. Atë shumë e kalu derisa i thash unë, thotë Abu Bekri, mjaft ja Rasulullah. Mjaft ja Rasulullah. A muni me paramendu sa është lut që Ebu Bekri pi thot mjaft, që edhe ki është pi atyre shka lutët shumë. A vezojnë a dikush s'lut, s'ni ma ndurt në alt, apo i ka thonë bolë se mu këpë të ndurt. Po edhe ki qka pi thot është pi atyre shka mësumi mojtë ndurt me lutë Allahun të barek. Ta i tha mjaft ja Rasulullah, bolë e lutë e zotin tanë, ka me të një mu, i bin të gjuba, javnoj të gjubën prapë. Dhe kjo qka në kupton? Pejgamberi s.a.s. në mëson me këta, pavarësisht lëvizjeve, pavarësisht strategjive, pavarësisht marrjes sebepeve. Aman nasru illa min indillah, dhe nuk është ndihma përveç se prej Allahu te bareke ve teala. Andaj pejgamberi s.a.s. më mësoi se duaja nuk duhet me u shkoçit. A dhe kujt dikujt për shembull për njerëzve ka dënë të lash dhe një problem ku të di qka prej sikleteve i dhue, lutë Zotin Allah, lutë Allahun të bareke ve teala, ta jep një zgjidhje. I do këtë fjale thatë me lutë Allahun të bareke ve teala. Lutë Allahun gjellë, i thu, qoj duhet ka Allahun të bareke ve teala. Nuk themi pëzullu sebepët, pasitimisht sebepët, po lutë Allahun të bareke ve teala. Sa për neve thot, me lutë, unë e kum lutë Allahun, po, qka të bajti qka tjetër? Po ai cili që ato tjera që ka pimendon, kita i kondor. Vetëm Allahu gjelle, andaj shikove nga mberin së sëllem. Me gjithë që kishte dalë në front, i kishte rrështu sahabët, ishe mirës të mloj. Apo, por se e lutë të Allahu të bareke ve teala. Dhe këshin zhvit 5.000 melace. Rahat me tonë ti 5.000 melace. 5.000 melace. Pse me lutë Allahu të bareke ve teala? 5.000, edhe 300 në mlojt, qa po do ma shumë? Ata 1.000 vetëm. Por se jo, në mëson për nga beri s.a.s. se të gjithë të mirat vinë për Allahu të bareke ve teala. Po, në lëvizim, na i marmi sebepët, na djersitmi, du të me dalë djersa. Nëse s'del djersa, dije se ka bëmje. Nëse si jetu lodhë, nëse ti e shen vete se nuk jetu lodhë,
mos u mundo me manipulu Allahun te bareke ve teala. Po atar nuk ka efekt lutja, por se ti kur lodhesh, kur raskapitesh në fushën tënde apo në fushën tënde, atar i çon dur ka Allahu te bareke ve teala, dije se zbret dima, dije se zbret begatia e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Gjithashtu ka përmendje dietar dhe me këta e përfundojna se pejgamberi sallallahu dhe sahabët e pejgamberit sallallahu ishin në zgjuarsi të plot dhe vëzhgim maksimal. Mekë, Medinë 450 km, Medinë, Sham, Damask, te Gasesine, ti do të shohim një luftë që do vjen atje. Këtë kjo çfarë nuk kupton? Ja çon pejgamberi sallallahu Abdullah ibn Jahshin 50 km afër kujt? Me Mekës. Në Prag. Apo vazhdimisht ekspedita rreth e përçak periferive të Medinës. Kjo çka nuk kupton? Intiba. Pejgamberi çdo lëvizje përcjellte. Nga se sot e kemi një fis nga jehudët i cili u rebelu Bejnu Kajnuka, njëri prej 3 fizeve kryesore në Medinë, Bejnu Kajnuka, Bejnu Nadir edhe Benu Qurejda. Këtë të fise ishin kryesore në Medinë. Pejgamberi se as një lëvizje nuk i ikte. Me njëherë dinte, që keni thonë ju? Ju mos keni thonë folë kështu, kom dëgju se keni prish marrëveshjen. Ka e murvesh? Do shta kush i ka përcjell detalet e ligjëratës e që e murvesh, edhe e murën vesh ata. Ku qatë shpejt e murën vesh? Kënë kupton se pejgamberi ka pas vëzhgues, vazhdimsi, vetëm e kam përcjell. Dhe shkoj pejgamberi se një ditë thot ishmi në xhami, Omar Khattabi, thot ishmi në xhami dhe hyni një njeri, ishte udhëtar, me tesha të bardha, me vlog të zeza, nuk u shifshin gjurmët e lodhjes. Dhe ja ka cilësu detal për detali. A i Gjibrili i ardhë fort njerit. Thënë djetarët, prej nga e cilësoj që ka të shpejt Omeri, kush o ki? Kështu në gjirën, kështu petkan, kështu flokët, apo edhe ishte i palodhur. Thënë djetarët nga sa ta vëzhgonin. Kush i të pensam, kush den? Kreti vëzhgonin. Andë kjo qëka në kupton për neve, sa duhet me qenë i zgjut muslimanin. Sa duhet, sot mi flojnë njëzë për zgjuarësin, do këtë sikur mi flojnë për diçka të mbyllur, i zgjut. Kur shkruun, mendoje 50 hera, shkruhet a nuk shkruhet. A ka dobi, a s'ka dobi. E valla une e shkruj, o ti e shkruun, po nuk di me shkrujt. E nuk e mendon, para se me nëzirë fjallën, unë ja thamë valla. Apo, se njërës të mendojnë me guxim këta. Po nuk është punë guximi edhe shejtani e thot, po shejtan. Edhe aje tha, si bi se ishte, edhe, çka ndodhi me ta? Po, sa njeriu nuk e vëren djallëzijën të vetvetja. Kush u mnal me ja thon? Kush u mnal? Kush nal? Veç urtësia po se kije. Po, veç dija të nala ma ti se kije. Fatkeqësisht. Andaj duhet ta lutmi Allahun te bareke ve teala për zgjuarsi. A duhet me bëj këtë veprim ajo? E këta çish me ditë me vëzhgue. Me ditë ky farnjeri ha ky tjetër çfarë është? Mi mat rrethanat, mi mat kuvendet, ku je, ku si, a thuhet kjo fjalë? Apo e tash në fatkeqësisht në këto rrjetet sociale apo të internetit as që na intereson me mat bile, ne ta morrim vesh keq çka po tham unë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vepronte me urtësi. Nuk ishte unë e baj. Te e ban po dështon. Te e ban po dështon, ndaj muslimanët të dështuan sot, nëse nuk e mendojnë veprimin para prak, atë besimtari duhet të mos i mëshëm. Do të thonë i zgjut, duhet me mendu veprimin shumë. Apo dhe jo mundësit për ati provokimit, s'ka vakt, s'ka kohë, nësë më priti, unë e baj. Po kjo s'ka kohë, është prej shejtanit. Dërsa kur ka kohë, është prej Allahu të bareke, vë të rëthaj bën Qayyim el-Jauziyja, kur Allahu ja do khajrin robit, ja gjanon kohën. Dhe kur ja do, apo mës mi dhanë khajr, ja mbledh kohën. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa të lashët i kishte. Dhe me njerë mas i kthejet Medine, hinë të shpija, e i ban do lëvizje familjare, e martohet Alija me Fatimën, radhiyallahu anhuma, ardahuma, dhe nga meri se zemë, kitë piksaj, më thëke, shkajnë të më shtit, të kësi punë, të grave të ashmua, une me luft jam angazhum, apo?
Ja. Dhe ti ngofshi i angazhu me luftë dhe këto problemet kujna janë. Dhe të shpijes të kujt janë këta. Gruja kujt është? Fëmijët kujt janë? Nipat kujt janë? Andaj pejgamberi s.a.s. asnjëherë nuk vepronte s'kena kohë valla. Ata çisht mujna me vepru. Kako për të gjitha punët. Por duhet më konë i drejt me Allahun te bareke ve teala. Dhe më konë i meqëm. Andaj për njerëz të meqëm kako. Ata e mendojnë, ku je të shku, ku je të gut. Andaj pejgamberi s.a.s. na mëson edhe me këtë se njeriu nuk duhet të gut. Gjithashtu pastaj të ndëruar xhamatli zhvillohen e disa ngjarje të tjera, të cilat do të mundohen që ti përfshim në një shpejtësi të madhe, që të vinë deri te lufta tjetër. Dhe është lufta e Uhudit. E pastaj vjen lufta tjetër, lufta e Ahzabit, Al-Adl, Khandeku. E pastaj vjen lufta tjetër. Cila është? Lufta me Jehudët. E pastaj vjen lufta tjetër. E do ta shohim me lejen e Zotit Xhel sa të vdesë pejgamberi sa vdes dhe një ushtri e ka shluar luftë. Nuk i ndalte ekspeditet alayhi salatu wassalam. Dhe thash në fillim të kuptohen në kontekstin e duhur të historisë së tij alayhi salatu wassalam. Këtu tek Bedri, pasi përfundon lufta, pejgamberi s.a.s. i varros me një lloj bunarit të vjetër i quajtur Qalib, i hedh këto kufomat e të vdekurve dhe të vrarve në luftën e Bedrit nga ana e arabëve, dhe 70 i merr me veti të rob të cilët i kishin zënë muslimanët. Dhe aty u ngeli një pasuri e madhe. Nëse e moni mend se Ebu Gjeli kish dal me pasurit hatashme, andaj tha pejgamberi s.a.s. Allahumma inna Quraishan qad kharajat bi khayliha wa khuyalaiha. Para se me u ballafaqu safët, tha pejgamberi s.a.s. O Allah, o Zot, Quraysh kanë dalë me kalorinë e vet dhe me fotullokun e vet. Andaj shka dha Ebu Gjehli, e në shraben në khamra, kena me pi raki, e ka me në knu kajka, e kena me i kalëzue në këtë arabëve se kush janë arabët, edhe kena me adhëm mësimët historike Muhammedit s.a.s. Dhe ato këshin orë me plot mallra, edhe kish pas tash plaçkë të luftës. Dhe duke i mbledh plaçkët e luftës, këtu del një lloj mpah prapi asaj njerëzorës, me gjithë se ishin sahabe, dul një instinkt njerëzor, apo e ishte polemika kujti takon tash plaçka. Andaj disa prej sahabëve thanë, krejti kemi bon, veç në plaçka një herë na u ka cafitshmi. Pra Allahu na ka lavdru, kemi bon punë moja, në plaçk jemi ka cafit. Andaj këta duhet dhe njerë të kuptojmë si normale, apo kjo puna e mallit dhe puna e pasuris është e dhimt të njeriu. Andaj njeriu është i gatshëm me sakrifiku për mallin çka? Me trup, me shpirt, apo është e çet vetëm përpara, nga se malli është i shtrejt. Andaj i quajtur në arabisht mal shqip, arabisht mal, emual. Pse quhet mal? Nga se mejl është anim, se shpirti anon ka ajo. Dhe fillun një mosmarrveshje. Sebebi mosmarrveshjes ishte nga se sahabët ishin nda në përgjithësi 3 grupe. Grupi parë që po luftonte, dhe grupi dytë po e runte pejgamberin s.a.s. Dhe pastaj pasi u shujt lufta, një grup u nda për me shku me mbledh plaçka. Sa ato kishin hik, Quraysh kanë mund me hik. Disa prej tyre kanë humb rrugën çat se s'ka ditë ka me hik. Ka hikën shkretirave edhe derisa shumë pas ditëve të vona e ka gjetë rrugën. Pse? S'ka ditë ka me hik, andaj njëri kur hik e humb rrugën. Edhe një grup e sahabeve e mbledhshin plaçkën. Dhe këta që ka e mbledhën plaçkën thanë, e kjo është e jona, se na e mbledhën. Ju shkun punë të juve, na e mbledhën. Kjo grupa e cila ishte angazhume me luft, thanë, mos më kanë na që i këshmisos punën, e kujti, që shkishatër të kjo? Pa kjo është e jonja. Ata të cilët e rujtën pejgamberin s.a.s. thanë, mos me pas rujt na pejgamberin s.a.s. kish prish këtë puna. Këtë punën e ka dheq pejgamberin s.a.s. Shiko si cëllin nga një arsye. Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam
Nuk ishte ajet ende. Dhe zbriti fillimi i surës Al-Anfal dhe e zgjidhi këtë problematik. Tha Allahu te bareke ve teala, yes'alunaka anil anfal, por të pyesin ti për plaçkat e luftës. Qulil anfalu lillahi war rasul, thuaj plaçka është e Allahut dhe e të dërguarit. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, keni frikë Allahun dhe rregulloni raportet mes juve. Sigur të kish premtu koha mu ndal me tefsirin e këtij ajetit, dhe se si e kanë komentuar dietarët, do të ishte mësimi më i madh të tokës, po do të nana vesh me një detaj. E para, Allah e ka rregulluar çështën e plaçkës. Kjo këtë në rregull. Para mendo, njerëzve më të mirë të sahabeve, më të mirë. Përveç një njerit atje kishte ngel me çikën e pejgamberit se Ruqayyan, ajo ishte Uthmani. Ai ishte pi më të mirëve mesin e këtyre. Andaj u ndall aty plaçka sikur me qenë aty. Nga se kishte lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rri këtu. Para mendoni të nderuar xhamat, njerëzit më të mirë fytyr tokës, me një alap pa u kry mirë, Allahu po ju thot fattaqullaha, keni frikë Allahut. E çka bën është tani pas frikë Allahut? Sa njeriu dje ka filluar më fal, dje ka filluar më drejtu, s'pranon mi thon ki frikë Allahut. Hajde bikur jam unë këtu be. Ti po më ka thënë tash mua Allahuna. Apo Bedër ka prezentu. Bedër ka prezentu. Allah i ka thënë çka dush ban? Të fal tek kije. Me njëherë po zbitet fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Keni frikë Allahut dhe përmirësoni raportet me juve. Than komentatorët, mos u përlani për plaçk. Jo arritet qëllimin, lënë plaçk. Andaj kjo është një mësim tjetër të cilën duhet ta kuptojmë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i urdhon sahabët që të jenë me kujdes të veçantë për robrit e luftës dhe i marrin robrit pas 3 ditëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 ditë qëndron Bedër. Dhe kështu e kishte zanat thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, pas çdo lufte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe mas fitores 3 ditë qëndron te atje. Siç do ta shohim tash te Benu Qaynuqa 15 natë ka qëndru përballë kalave dhe pallateve të tyre. Pse qëndroi 3 ditë? Pse nuk erdhi më një herë? Kjo ishte strategji lufte. Që ti tregon armikut se s'jam lodh hiç. Ti tregon armikut se nuk jam lodh hiç. Dhe ata e morën vesh. Andaj pas 3 ditëve urdhoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të kejet kujdes, të mirët preventiv në robrit, dhe në mesin e tyre kishte edhe njerëz të cilët ishin me autoritet, në mesin e tyre ishte edhe kush? Dhëndri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhëndri. Andaj nëse ju kujtohet kur folën për nacionalizmin dhe thirrja edhe tendenca se pensam ka thirrë në arabizëm, para mendoni Axha i vet, Abbasi, rob. Dhëndri vet, rob. Sigur kit kish ardhur me nacionalizëm, sigur kit kish thirrë për në Arabi dhe me mbledh arab. Axha i vet, rob. Dhëndri vet, rob. A ban njëri dhëndri rob, Axha rob, kusherit e vet rob. S'ka mundësi, por se këtu ishtë qështja tjetër, këtu ishtë qëtër tjetër, këtu kishtë dalë kontrola e tëre nga rruga e drejtë. Andaj t'i kuptojnë detalet e këtëre gjërave. Dhe i dërgon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa prej sahabeve, Abdullah ibn Rawaha edhe Zeid ibn Haritha, që shkojnë në Medinë dhe ta përgëzojnë qytetin me fitoren e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, para se me shku e gjenë se disa prej hipokritave kishin thënë se pejgamberi sa më ka hub. Ha, ta shfrytëzojmë një ditë. Kja ushtim tutë njerëzve. Kështu i kanë hipokritat. Na e dim se s'bëhet kur gjë. Shkruaje ti. Çete lajmi ti se kishe ka mundohet diçka. Ani na e dim se s'dodhet. Tha ka hub pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe vjen, jo Allah edhe s'ka hub. Bile kena fitu, bile kanë hik, bile na ka dhënë Allahu plaçk. E kështu me radhë dhe fillon musliman duke zun dhe filloi hareja në Medinë me qenë e madhe. Rrugës derisa po ecnin me këto robrit e luftës, në mesin e tyre ishte njeri i cili quhej Nadr ibn al-Harith, tjetri Uqbatu ibn Mu'ayt. Uqbatu ibn Mu'ayt. 2 kriminal më të mëdhenj që kishin torturuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Mekë. Ki Uqbatu ibn Mu'ayt ka dash me emit pensam me kam duke ja shkel fytin. Dhe ky është një transmetim se ja ka hedh
fekalet e deveve dhe kafshëve. Pejgamberi sallallahu dhe rrugës, pejgamberi sallallahu i thot Alijës, ekzekutoi dytë. Të mos mërim atje, pastaj ata të lirohen. Do të ekzekutoi të dytë. Dietar thanë, i ekzekutoi nga se ishin nga kokat e kriminalëve. Apo edhe sot në luftra ka zakone. Ai i thjeshti nuk e ka dispozitën si ai i cili është kokë në luftë, sidomos se ka bërë krime lufte. Këta e kanë nxit këtë luftën. Këta e kanë përdhos derën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Nadhr ibn al-Harith dhe Uqbatu ibn Mu'ayt. Uqbatu ibn Mu'ayt para se me ekzekutu i thot ja Muhammed, wa ma lis-sibya, wa man lis-sibya. E kujt ja la fëmit? Ha për kthel pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kujt ja la fëmit unë tash? Kush kam më këshir fëmit? A shiko kriminali tash kur bën zor? Ai kishte përdhos pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E kishte ndëruar. Është mundu me përdhos me këta përdhosjet. Kishte nxit me dal luftë me shpartallu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I thot tash ja Muhammed, e fëmit kush kam më këshir? Thot en-nar zjarmi. Ka thonë dietar çish më kuptu këta? Ka thonë ti në zjarm Allahu ti këshir fëmit. Ti në zjarm Allahu ti këshir fëmit. Andaj këto dhe ekzekuton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se ishin prej kokave të kriminalëve. Pastaj ndodhen disa prej ngjarjeve të cilat i kanë përmend dietarët, prej një ngjarjeve të cilat është prej ngjarjeve e cila e tërheq vëmendjen në këtë situatë kur i shef duke ardhur robrit një grua prej sahabeshave, Saudatu ibn Zam'a. Kur e shef njërin prej atyre të cilët ishin zonë rob, edhe ai ishte prej njerëzve të mëdhoj në Mekë. Suhejl ibn Amr, baba i Ebu Gjendelit. Kur e shef këtë njeri, thot edhe ti roba, atër i thot, ja Eba Jezid, pse nuk luftove deri në fund, mami të kishe vdekë se me arë qështu. Disi e ka kapa jo lidhja e familjes. Mami të kishe vdekë se të qofë qështu. Atër e pejgamberi se më i thot, ja Saude, oj Saude, e ala Allahi wa ala Rasulihi të harridhin, dhe oj Saude, a kundra Allah dhe pejgamberi se më po nëzit. Apo? Ishin dhe njëherë këto gjeste do shta së një shifshin, apo? është problem, për me hinë s'ken të shifsh kusherinë ati, të shifsh dhandrën ati, të shifsh djalin e Haxhit ati, babën ati, djalin ati. Kish pi sahabëve që e këshin pa djalin, e kish pi sahabëve që e këshin pa babën, e që e kish pa Haxhën, dhe pensam e kish Haxhën. Andaj tha, oj Saude, qka kjo punë, qka po folë kështu? I iki kjo fjallë Saudes. Andaj kjo duhet kuptohet nga konteksti normalitet, nga se ishte shumë provokim i madh, nga se ata prej asaj torture e tash me opru zhak në zinxhir, andaj e tha këtë fjallë. Gjithashtu pastaj diskutuan çka me bë me robrit. Kur mrinë në Medinë, diskutimi i parë ishte çka me bë me robrit, si t'ja bëjmë me robrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ishte zbrit asnjë ajet çka të vepron me robrit. Edhe diskuton Ebu Bekrin dhe Omerin. Edhe normal ata ishin disa të tjerë aty. Abdurrahman ibn Aufi kishte edhe sahabë. Por se pejgamberi sa konsultimin e kishte me njerëz të mëdoj. Ebu Bekri tha ja Rasulullah, unë mendoj se duhet ti mundsojmë ta shpaguajnë vetveten. T'japin të holla dhe t'i lirojmë. Se ndoshta me lirimin e tyre ata udhzohen, por nëse s'udhzohen, neve ashtu na duhet pasuri, nga se jemi nevojë. Nëse jemi në shtet të rinj, ka nevojë për pasuri. Thot ti Omar ibn Khattab, djali Khattabit, i thot çka thu? I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, la wallahi. Thot jo wallahi. Kjo çndrime i ka regjistruar historia të burrave të mëdhoj. Thot Omeri radhiyallahu anhu, jo Allah, s'ka mundsi kështu. Thot ja Rasulullah, unë nuk mendoj si Ebu Bekri. Apo, a shiko këtu, po përplasën mendime. A musliman du të më mësu kështu. S'ka veç mendimi jem. Tash, veç mendimi jot, atare, qysh i bje kjo, hynia, po, shendri.
Tha unë s'mendoj se Ebu Bekri. A ish manal se ky. Ebu Bekri janë ma pozitë edhe Omeri e dikta. Tha jo, nuk mendoj se Ebu Bekri. Por unë e shoh që t'na jep kusherit e ton dhe agjallarët e ton dhe na t'i bojmë sikur që ja bone Nadr ibn al-Harith edhe Uqbe ibn Muajtit. Tha ja Rasulallah, të janë kriminel, të ka ndosh me të mytë ja Rasulallah, të ka ndosh me në të shënderu ja Rasulallah. Pejgamberi se të thot, unë e po menoj se Ebu Bekri. Dhe shkojna për shpijat e veta. Pas shkon pejgamberi se në shpi, zbresin disa ajete. Dhe pejgamberi se fillon me qajt. Ja të regon gjarën Ebu Bekri dhe aj fillon me qajt. Dhe rrugës takohen me Omer me Khattabin. Thot, pse jeni të qajt? Qaj e dhe one. E si mos të kem mundësi me qajt, të banëm të shtirë nëse jam të kajt. Po mos daj për asaj që ka jeni ju. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha, më është paraqit dënimi i mendimit të parë të cilin e zgjedhëm. Allahu është pajtu me mendimin tanë Omer. Allahu është pajtu me mendimin tanë Omer. Për vetë se Allahu Gjelle Gjelalu e ka shënu si ligj që të punohet me mendimin e Ebu Bekrit. Me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha Allahu te bareke ve teala, moshira ime e ka të kalue idhrimin tim. Por se pejgamberi u mërzit, pse ky mendim nuk ka, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, a thu pse ky mendim ishte çka e bani person me çajt? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha unë pajtona me Abu Bekrin, ai shkon te mendja më u mor parat atë në me i plaçkit kuptimin, bëmi parë dhe ju shkoni. Por se ishin disa prej atyre që thoshin, ja morë mi parë të shlojnë këta. Për këta kishte zbrit ajeti. Tha Allahu te bareke ve teala, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turidun arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Tha Allahu te bareke ve teala, nuk i takon pejgamberit me pas rob. Derisa ta shtrin pushtetin me kuptimin e shtirjes të madhe të pushtetit në tokë. Ju e doni mallin e kësaj bote, Allahu për juve edhe ahiretin. Wallahu azizun hakim, Allahu është i dijshëm dhe i fortë. Tha Allahu te bareke ve teala, laula kitabun min Allahi sabaqa, e sikur Allahu mos ta kishte caktuar më herët që të punohet me mendimin e Abu Bekrit, lemessakum fima akhadtum adhabun adhim, do t'ju kapte dënim për mendimin çka e patat. Apo, por se për shkak mëshirës dhe rahmetit Zotit Gjelle Gjelalu u punue me mendimin e Ebu Bekr. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, dhe animi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga mendimi i Ebu Bekrit është çka tregon zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse Omer al-Khattabi që Allahu te bareke ve teala e miratoi, por se si ligj e zbriti vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ishte prej asaj çka ndodhi në çështjen e robërve. Si mi liru robërit, u caktuan pastaj shifra të hollave 2000, 3000, 4000 dirhem. Një dirhem ishte dikon 3 gram argjend. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëroi që kush ka pasuri le ta shpagun vetveten me pasuri, e kush nuk ka pasuri le t'i mëson ata që ka zdin shkrim dhe lexim prej ensarëve. Thot Muhammed Ebu Shehbe, paramendoni në krizat më të mëdha të pasurisë, ku Allahu i kishte çortu se po vraponi pas parës, pejgamberi se më tha, e kush di për juve me mësu dikan shkrim dhe lexim, e ka të lirë. Dhe këtu është një mësim shumë i madh. Do të thotë mësim vetveti. Cila është ajo? Sa vlen Islam me shkruajt dhe me lexuar. 3000 dirhem, ai çka ka? Ai çka s'ka? Mësoje dikan me lexuar. Mësoje dikan me shkruajt. Andaj sa e ka ngritë Allahu te bareke ve teala çështjen e leximit, sa e ka ngritë Allahu te bareke ve teala çështjen e ilmit, e dijes. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam pranoi që ata ta shpaguajnë vetveten. Në mesin e tyre ishte axha i vet.
Dhe sahabët u ngushtuan axha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëri i thanë ja Rasulullah, ta shlojmë axha. Abbasin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, merrja deri në fund këtë dinart. Janë morën 800 dirhem. Pse, thot Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Kathiri në komentin e ngjarjes së Ebu Bekrit, së Abbasit, thot që mos t'ju shkoje mendja dikuj se këta e kam haqe, e pak e kam përdhel. Jo, këtu është muhabeti, vendimtar, të regohet drejtësia. Tha jo, krejt dërë dinar të fundit merjani. I tha Abbasi, ja Rasulullah, ti e di se unë atje i dopt, unë e di se je i dërgumi Zotit. Tha, ne nuk e dim të mqeften, ti kishe dalë karshineve në luft. Nuk e dim të mqeften, ti ishe prej përjashtë ishe karshineve. Andaj, pejgamberi alayhi salatu selam nuk e pranoi mendimin e sahabeve që ti merë për në shpenzim lirimin e Abbasit, por se tha pejgamberi sa merr janë deri në fund pasurit e tina. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam e liroi dhëndrin e vet. E liroi dhëndrin e vet. Dhe me kush i tha, ma sjellish vajzën. Ma sjellish vajzën. Nga se Zenebi s'kish pas mundësi mu këthi, nga sa i nuk i kish lejue. Nëse ishtë i dhujtare, ka dalë me luftu me pejgamberin s.a.s. Por se pejgamberi e liron, pasaj e pranon ai islamin Ebul Asi, e pranon islamin të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu në këtë rrjedhshmëri të ngjarjeve ndodhe një mesele tjetër, dhe ajo është një problematik që ju del me një fis të Bejnu Kajnuka. Bejnu Kajnuka jeton në rreth Medinës. Po para se me ardhte Bejnu Kajnuka, ishte një orvatje për vrasjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para se me ardhte Bejnu Kajnuka. Në Mekë do të flasmi për Mekën se si e pritën luftë humbjen kur të vim në përgatitjen për Nuhud. Po tash atje vesh një detaj na duhet. E kishin ndalu vajtimin. E kishin ndalu vajtimin që prej natit mos ta tregojnë disfatën. E disa prej tyre kishin plas pitkes të qysh mos me kajt. E kajt mja pak të liron. Ato kishin ndalu. Paria kishin thënë s'ka me kajt. S'ka vajtim, s'ka asnjë sen. Dhe një ditë prej ditëve, prej këtij presionit, një njeri i quajtur Umeir ibn Wahb, ki pasaj bëhat sahabe. Po çish bëhat? Ulën afër Mekës, afër Qabës, me Safwan ibn Umeje. Umeje ishte torturuesi i Bilalit, ky ishte djali vet. Ki ka pranuar Islamin po ma vonë. Ulën veç ta dy. Dhe thot Umeir ibn Wahb, thot s'po muj me pa Mekën. Thot pse s'po mundesh me pa? Thot s'po muj me pa. Krejt mëllojt e Mekës kanë ndrujit. Dhe thot çfarë ndrimi të jetës? Çfarë ndrimi të jetës? Po shtërsi e madhe. Thot s'po muj me nduru errësirën e Mekës. Thot çka po thu me ba? Thot e kam një ide, po s'di si ta realizoj, nga se i kam disa pengesa. Thot çka do me ba? Thot shkoj në Medinë, nga se ma kanë zonë djalin rob. Ta shfrytëzoj robërinë e djalit e ta godas në qafë Muhammedin s.a.s. dhe të hakmirna për këtë muhabet, këtë. Thot Safwan ibn Umeje, qëfar pengesa ki që së mund është me realizu këtë qështje? Thot kam borxhli shumë edhe s'di kujt nga lën familjen. Thot krejt borxhlit lemi mu dhe krejt familjet lemi mu. Thot ti e di se unë jam më i pasur i Mekës. Qysh i këshiri fëmijët e mi, i këshiri fëmijët e tu. Shko bane këtë punë. Thot veç këta mos që ka zonë kërkujt. Thot veç unë e ti e dina. Asë një njeri nuk e kishtë të gju këtë muhabet. Dhe e helmon shpatën, e ngjyros me hel, e ngjyn me hel, që edhe nëse nuk e godet, pak me prek të mbyte. Dhe nisët, e non shpatën dhe nisët. Djallën e kishtë e robë, Umeir ibn Wahb. Shkon atje, dhe kërë mërin Medine, e takon Ibn Khattabi. Dhe pak para se me hiom, Umeiri i thot Ibn Khattabi, Umeiri, thot, ky armik i Zotit s'ka ardhë vetëm se me sharrë. Thot Ibn Kathiri, shiko zgjuarësinë e Umerit. Shiko zgjuarësinë e Umerit.
s'ka ardhur ky vetë me sherr. Ka e pa. Gjestët, lëvizjet, apo kriminali i ka sot ka libra mbi kriminalistikën se si vërehet kriminali. Apo si vërehet kriminali, e vëren ata. Pastaj ja shtojnë kontrollën. Pse? E dina e sheh, ki ka ardhur me krim. Omeri e dinte këtë punë. Andaj jo rastësisht ishte i zgjedhur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa ky armik s'ka ardhur vetëm se me sherr. Dhe u afrua, tha: Ja Rasulullah, po kërkon leje me hitë ty. Tha: fut në mrena. E kapi Omeri për tesha dhe për krahun dhe speshlon. Dhe ja çoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha fol. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: shloje Omer, shloje leje rahat një. Apo Omer u tutke, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me sherr ky. Ta shloje. Pejgamberi sallallahu me wahyi që ka thënë se ky ka më pranuar Islamin tash. Pejgamberi sallallahu folte me shpallje. Ta shloje Omer, leje rahat, atliqhu, arsilhu. E shloj. Tha pse ki ardh? Tha: o Muhammed, djalin e kam. Deshta të intervenoj te këti, të ma trajtojsh djalin si duhet. Dhe ta di se a kam mundësi me e morë dhe me e këthije. Tha: o Omer, a veç për ç'kët punë ke ardh? A veç për ç'kët punë? Tha: o Omer, çka i thave Safanit? I ullur në qabe veç ti dhe aj, a thaj unë ti heki borxhlit, a thaj unë të arruj familjen? Tha: ja Rasul Allah, këta nuk e dina veç unë edhe Safani, eshhedu en la ilaha illa Allah wa enneke Rasulullah. Tha: dëshmoj se Allahu është i vetmi cili meriton adhurimin dhe se ti i dërguri Allah. Tha: wallahi, këta nuk e ka dëgju kërkush, edhe e pranon Islamin. Pastaj kthehet apo në Mekë, por se Safani i dhrohet shumë me këta, se qova për diçka, erdhe me diçka tjetër. Andaj kjo ishte orvatja për të vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo çka nuk kuptojmë. Në këtë gjare ka shumë mësime, ne nuk kemi mundësi mu ndal me të gjitha. E para, se orvatjet e kriminalëve nuk ndalen me dështimin e parë të orvatjes. Pra ata orvatën Mekë, orvatën Bedër, orvatën para kësajna, apo e qunë Ibn Selulin, i qunë letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Her pas here me jehudët kishte provokime. Kjo shka nuk kupton, se ata nuk e ndalin. Andaj na shka duhet? Duhet ta kuptojmë ta si normalitet. Se në trunin e kriminalit, trunin e zullumçarit, nuk ka e tash mo masi subamet paranar pelajm. Ja, i vazhdon prap. Thot, mundësia e para, mundësia e ditë. Dhe tjetra, kur kanë dështu babalart, a nuk kemë mësim, djemë të tyre me morë mësim? A? Kejt paria ishte zhdu. Ta me thamë, shiko, dështu më lene këtë muhabet mo. Por se jo, edhe djemët shkojmë të provojmë për zdyti. Kjo ishte arroganca e tyre. Andaj duhet të kuptojmë këta se kriminali nuk me ndonë sigur na. A thu nuk është lodhaj, së është lodh. Ti mos u lodh se asaj nuk lodh. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Tha ata ndin dhimbta, sikur çka ju ndini dhimbta. Dallimi ku është? Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ju shpresoni prej Allahu te bareke ve teala çka ata nuk shpresojnë. Gjithashtu i kishte shku lajmi në Gjashijut në Abesini dhe ishte gëzuar për fitoren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pastaj dietarët përmendën konfliktin me fisin Bejnu Kajnuka. Çka ndodhi në këta? Fisi Bejnu Kajnuka ishin fisi më i aftë në aspektin luftarak dhe ekonomik. Fisi Bejnu Kajnuka. Ky fis filloi mu tall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi po gëzohet se i ka fitue disa arab që s'din as luft as kur gjo. Tha edhe mduket i ka hip pak futulloku, kishe kemi fitu. Nëse ato gëzonin luftën këna fitu. Tha nëse na i mundëson Zoti mu taku na me këta, kemi mi tregu na këti se si luftohet. Dhe filloi pejgamberi se zëmë mi dëgju këto lajme. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam shkon dhe i qërton. Thot, o Bejnu Kajnuka, më ka ardhur kështu dhe kështu lajme se keni thënë se ju kështu e na kemi luftu me dikan tjetër. Por asa ata nuk e morën mësimin.
Me dy prej ditëve shkon një grup i muslimanëve në treg. Ata kishin përpunimin e argjendit. Ishin përpunues të argjendit dhe përpunues argjendit ishin pasanik të mëdhoj. Dhe tregu e kishte emrin Pazari i Kajnukave. Me dy prej ditëve një grua shërbim e sipër fillojnë dhe e provokojnë. E provokojnë në nderin e vetë. Dhe fillon kjo mu të rrejtë, ata nuk e lojnë. Dhe e provokojnë në shamin e vetë, në mbulesën e vetë. Atëherë njëri prej tëre e lidh një pjesë të shamis për një guri, të ranë. Dhe kur mundohet me i zbulohet një pjesë e turpshme e trupit të saj. Atëherë ajo klith dhe vërtit se mu prek nderi edhe ngritet një shpejt prej sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e godet në të qaf ata i cili e çnderoi këtë të poshtër dhe të lik prej fisit Benu Kajnuka. Atëherë ngritën një dhe e vrasin këta. Dhe i thojnë Muhamedit sallallahu nuk kena më besë me tyje. Atëherë i përgatitin 700 ushtar, mobilizohen dhe ju shkon pejgamberi sallallahu tek shtëpitë e tyre. Ata izolohen mrena. Në mënyrë që të lodhet Muhamedi, ata dalin pastaj të shpërtallojnë. Pejgamberi sallallahu qëndron 15 natë aty. 15 natë qëndron aty. Dhe ata të cilët thoshin ti s'ki pa burra, tash për mësëm dhe që era t'ju shofë kushini. Shiko pejgamberi sallallahu nuk i fol të fjalë të mloja, por punë t'i ban të mloja. Ai asnjëherë nuk tha, s'm keni pa mua që luftoj. Ata thoshin. Edhe me kelit i than, s'ki pa ti tash ka me xhej. Por sa ata e pon se çka ka me xhej. Dhe shkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i rrethoi. 15 net. Dhe filluan ngushtimet e mëdha. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju thot zbritni dhe e qërroj mësapin. Atëherë vrapon shpejt Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe i thot ja Rasulallah, ke kishtë pranu islamin mas Bedrit pitutës, por se ke ishtë munafiki mëj madh i asaj kohë. I thot ja Rasulallah, a i diti se unë e kam marrveshje me këto, unë i kam miq këto. Tha liroj dhe lej nga se kam edhe probleme më të mëdha. Pejgamberi sallallahu thot largoju. Atëra e ka për këmishë pejgamberin sallallahu dhe e tërheq, e ngrej. Thot lej dhe fillon me këmgull, leja Rasulullah se na doj problem. Mune më bëhet razirat mëdha. Dhe fillon herë me të vrasht, herë me ja Rasulullah. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ibn Hajar al-Asqalani, për shkak se kishte pranuar islamin, shpreson dhe mos po rregullohet. Atëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na do të lirojmë këta, por se me një kusht. Këta do të ashlojnë Medinën. Dhe urdhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ata të gjithë të ashlojnë Medinën dhe të gjithë e shlojnë Medinën dhe marrin rrugës për në Sham. Shumica prej tyre vdesin rrugëve dhe ndrojnë jetë shumica e këtij fisit dhe asgjësohen. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kthehet në Medinë. Pastaj fillon një stërvitje tjetër dhe një ekspedit tjetër për një karavan i cili ishte në udhëheqjen e Safwan ibn Umejjes, këtij i cili i tha unë ta ruaj Burzlijën, ti shko vraje. Ai shkon në Sham pak përzdyti që ta vazhdojnë tregtinë. Dhe pejgamberi sallallahu e çon një ekspedit. Por se këtë ekspeditë ta shohim se kjo ekspedit pastaj do të rezultojë me një luftë tjetër, dhe ajo është lufta e Uhudit. Por se na do ta përfundojmë me këtë ngjarje të cilat i rrëfim deri këtu. Këtu janë disa mësime të cilat do të përmendemi shkurt. Prej tyre është se Benu Kajnuka na pasqyrojnë, na reflektojnë si ditën mes ditë se sa janë të pabes, sa janë tradhtar, sa janë të poshtër ky lloj njerëzve. Sa janë të poshtër ky lloj njerëzve. Andaj, shiko, kishin besë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Momentin e pritën që ai pak ti merri zakërcnime prej mekelive dhe ata ta prishin marrëveshjen. Andaj na duhet ta kuptojmë shumë thellë këtë meselë.
Se kur Allahu i ka qujt dikani pabes, mos u mundo me andru kahjen. Kur Allahu dikani ka thonë, o traftara që ki loj e traftar, që ki loj pabes, mos u mundo ti me andru kahjen. Po ndrysheve e kanë shkrujt aty? Ato ndryshe e kanë shkrujt aty? Ato e kanë shkrujt aty për mirëqenjen e njerëzve, për sigurinë e njerëzve, për të drejtat e njerëzve, por që Allahu Gjellora thot diçka tjetër. Andaj Allahu Gjellora edhe me fisin Kajnuka, edhe me fisin Nadir, edhe me fisin Kurejda, çka na tregon Allahu Gjellora? Tradhtarët mbetën tradhtar. A dikush kështu se ne kupton? Qysh me tradhtar? Tradhtar Allahu Gjellora i ka qujt. Andaj kjo neve na e regjistron në histori se neve atë që na e ka përshkruajtur Allahu si tradhtar, ai është tradhtar. Shiko, sa i lig dush më kanë mu rrok me një gruaje. Sa i poshtër dush më kanë me provu në nderin një gruaje. Sa i poshtër dush më kanë. Apo, por ata nuk zgjedhin metoda, vetëm e vetëm që të vinë deri te provokimi dhe ta maltretojnë pejgamberin sallallahu alaihi dhe shokët e tij. Gjithashtu ka përmend dietarët se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte njëri, megjithse ishte ushtarak, ishte që në luftë e kishte treguar vetveten, por shikoni, vjen hipokrit me plot kuptimin e fjalës. Dhe i thot lej. Dhe jo lej me ton të lutem lej. Lej me ton lej kimi lan. Kështu i tha, e ka pikmishën. Pejgamberi sallallahu orvatët dhe në fund i thot do t'i la. Dietarë thonë pejgamberi sallallahu këtu na tregon njëve një anë të bujarisë së tina, se nuk ka ardhur për të bërë probleme, po këto pinisin problemet. Kush e nisi problemin? Andaj, kur ta shikosh një problem, kush është fajtor, cili është fajtor? Shiko, cili e provokoi, cili e nisi fajt. Pastaj mundet me ndodh me dalë për situatë e kontrola. Por, shikoje zanafillon, andaj se do të dikush, që ishme për nga mesra 15 nat i ka rrethu të shtëpia? I ka rrethu. Kanë prek nder, kanë vra njeri. Andaj e kanë prish marrëveshje. Kanë thënë, ki po kujton që pse i ka fituar Arabt, ka me fituar edhe neve. Kjo është pik e dobët e prekjes. Andaj na e tregon pejgamberi me gjithë këta rregull. Në dalin këta, në të nejë qyteti rahat, neve do të vazhdojmë me punët e tona. Andaj do një herë edhe për do një hipokrit do të me ndërmjetësu, apo? Në kanë dikush, po çish më amor me fjalën këtij hoxha, sa është me bash rregull? Për interesa tjera, për levërdi tjera, për mirëqenjen e shumë muslimanëve, do njëherë duhet me boksi manovra, apo e nësa mund me thotë ti, unë e di kush jeti, largoje për këtu, dhe për nësram, këtë largoju, si kur të kishë dalë me të vërtet, me realizu largoju, veç i kishë tirë të tjerë, e këshin largu, ata e këshin largu, por për nësram, do në me të regu se s'ku marë për këtë punë, ku marë për me kry mesazhin e Zoti Gjelle Gjelalu. Andë dhe njëherë, disa toleranca, disa të i kalimet vetvetes, disa falje, që i ban njeriu, nga devotshmëria, nga shpirti larë që ka e ka, nga dashnia që e ka për njerëz mës me ba fesat, që nuk në kupton sa i s'pe di gjendjen, s'pe vërejnë gjendjen, s'pe lexon gjendjen. O Allah e kishë lexu pejgamberi s.a.s. Edhe shumë njerëz meqëm e lexojnë gjendjen, por se çka thojnë? Ta i kalojnë për interesa të tjera. Dhe mësimi i fundit që ka kuptojmë nga kjo është se lloji njerëzor mundet mu prish në esencë. Apo njeriu ka komponente herë ndrejse dhe herë prishë. Por a ka lloj që kata sillësh kështu dhe ta nxjerrësh në dimensione ndryshme dhe t'ja shikosh këtë anë, a mundet në tana anë më koni prisht? Ja një model. Allahu gjira për në të regon. Ka cële anë po do me këthi? Do me këthi ka kamata, baba i kamatës. Njerëz matë të mlojt kamatës. A do me këthi nga njëra tjetër? Mbajtja besës, ja, kur se mojnë besën? A do me thirë ka një tjetër? Borgjët, që e këshim pas, bejnu kajnuka, dhe bejnu në nadir, për jahudve, te ensart, kur shkojshin ensart, masi u banën musliman, mi thonë, qatë borgjën, dhe kjo unë e borgjë,
nuk i ku morë muslimanit, unë i ku morë Khazrejgjit. A dhe me kënë s'njof ti tash, te ki ndru fejën në s'logariti. Allahu Gjelluala citoj ajete. Borgjë mbetet borgjë. Aj që ka bo, që ka ndru, borgjë mbetet borgjë. A dhe edhe muslimani kur i ka di kujt borgjë. A maj nuk ka musliman. Ajo që ka në musliman, Allah e drejton ata. A ti borgjë një këthen ati, nëse i ki borgjë. Andaj, a ka, Allahu në të regon, se ka njerëzi janë edhe të mirë, edhe kështu, apo? Andaj Allahu Gjelluala kur i përshkujti krishterës që ka tha, a minhum qissisine vë ruhbane, ata s'janë si këta. Ata janë më të bukt. Ata problemin e kanë se kanë humbë rrugën. Ata kanë humbë rrugën. Po, ka mundësi më manipulu për këtëre, por që në esencë janë balin të humbur. Du të mja u gjetë rrugën. Andaj për këtëre me mija pranë islamin, për këtëre rrallë, sigur Abdullah ibn Selami, që i kështë pranë islamin. Andaj djetarë thanë, ka lloj njerëzor, ka ta sillësh, nuk shë dritë taj, vështarë. E këta janë, dhe i citoj Allahu te bareke ve teala. Këtu ka edhe shumësime të ndëruar xhamatli, përse koha nuk na premton. Andaj e lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu na pastron zemrat tona, na bën njerëz të cilët kanë virtyte, kanë morale, kanë shpirt të madh sikur shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Zotin don xhelel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala mos na bën ndjekës të kriminalëve, mos na bën ndjekës të njerëzve të ndytë, të ligë, na bën Allahu te bareke ve teala ndjekës të gjurmëve të njerëzve të mirë, në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në krye me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun radhiyallahu an, dhe gjithë ata dietarë të cilët e trashëguan këtë rrugë të hajrit dhe këtë rrugë të mirë të muslimanëve, duke ju ofruar njerëzve ofertat më të mira që ka mundësi ndonjëherë njeriu me i pranua ata. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu ta regjistron këto nga veprat e mira ku kemi gabuar për me dhe për shejtanit. E lutem Allahun që të na fal. E lutem Zotin don xhelle xhelaluhu që pjesa e kaluar e Ramazanit Allahu ta kish bëu qabul. E pjesën e mbetur Allahu na shton energjinë, na shton takatin, na shton sabër Allahu xhelle xhelaluhu që ta finalizojmë si është i kënaqur Zoti on xhelle xhelaluhu. Me bani halal dhe njerë për kohën. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.